Çfarë thot kushtetuta jon për gjuhën amtare? Nuk merret më gjërë, themi si e shkruajmë, ne mund të shkruajmë bashkë në dialekt, na pëlqen, ne krijojmë vetë një zhargon, edhe shkruajmë. S'na nalon njeri, liria shprehjes. Neni 14.1 Gjua zyrtare në Republikën e Shqipërisë është shqipja, thot kushtetuta. Ma tregon se në aspektin juridik unë asnjëherë nuk kam dëgjuar dikush ta komentoj gjuhën standarde në aspektin juridik. Do të ti thuaj që ka probleme juridike. Jo, unë them që kushtetuta nuk ka ngel peng i vendimit të kongresit dhe i standardit. Që do të thonë? E ka ngritur një nivel më të lartë. Shqipja, thot. Dhe jo më kot. Jo, ma lexo si është neni? Po pra, neni 14.1 I kushtetutës. Gjua zyrtare e Republikës së Shqipërisë është shqipja. Kaq. Mi shqipja standarde, zonja Krajë. Jo, po kush na afton ne që ta interpretojmë në mënyrë të ngushtuar. Ndërkohë kushtetuta jon prapë që është shumë moderne, unë e du shumë sidomos të pjesën e kushtetutës që është miratuar me referendum, është shkruar shumë bukur. Neni 4.3 thot, dispozitat e kushtetutës zbatohen drejt për së drejti, përveç rasteve kur kushtetuta parashikon ndryshe. Që do thot? Por që do zbatohet kështu siç është shqipja. Edhe deputeti janë fjalë thot, unë shqip jam duke fol, nuk jam duke bërë në një shkelje. Kaq. Do të thotë ti thua ajo që nuk ndalohet lejohet. Jo, unë them ajo po vepron në përputhje me kushtetuta. Po jo, do të flasi gjuhën standarde. S'është shkruar askund. Do të thuaj që s'është detyruar me ligj. Eksakt, kushtetuta në hierarki. Po ju avokatët nxirrni vrasit, nxirrit pafajshëm, jo këtë të gegmishtes.